Protestat studentore në Serbi kanë hyrë në muajin e 7. Ato nisën si revolt kundër korrupsionit dhe vazhduan me kërkesat për reforma në arsim dhe shëndetësi dhe për ndërtimin e një shteti të së drejtës. Por në protestin e mbajtur me 28 qershor në Beograd në ditën e Vidovdanit, një datë kjo e rëndësishme historike për serbët, studentët dolen me një mesazh më të gjerë: mbrojtjen e integritetit territorial të Serbisë dhe neutralitetit të saj ushtarak. Në programin e tyre, Kosova u përmend qartë si pjesë e Serbisë. Sipas kushtetutës së vitit 2006, pavarësisht se Kosova ka shpallur pavarësinë e saj më 2008 dhe është e njohur nga mbi 100 shtete. Historiani Dragan Popović e përshkruan këtë si pasqyrë të një realiteti të njohur. Ata thjesht po prodhojnë atë që dëgjojnë nga publiku, familjet dhe mediat, një shoqëri ku nacionalizmi ende dominon. Në skenë u gjet edhe Milo Lompar, profesor i njohur me qëndrime të djathta dhe pjesëmarrës në promovimin e librave të dënuarit për krime lufte Radovan Karadžić. To znači biti građanin, to znači biti verski tolerantan, to znači biti solidaran sa svima. To znači poštovati zakonitost, a to znači poštovati Ustav. A u Ustavu je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije. Edhe veteran të luftës morën pjesë në protestën e thirrur nga studentët në blokadë. Atje u dëgjuan edhe thirrje për mbrojtjen e Republikës Srpska, si dhe të serbëve në Maltëzi, Kroaci dhe Maqedoni të Veriut. Njëri nga folësit ishte veterani i luftës në Kosovë, Nenad Stanić, i cili tha se veteranët janë këtu pranë këtyre të rinjve, që janë të vetmit që na kanë pranuar neve veteranëve. Në të njëjtën kohë, para kuvendit të Serbisë, një grup pro-qeveritar organizoi një tubim të quajtur Mbrëmje Letrare. Në mesin e pjesëmarrësve ishin edhe veteranë të luftës dhe figura të lidhura me pushtetin. Mes folësve ishte edhe Dragoslav Bokan, ish udhëheqës i njësisë paramilitare Shqiponjat e Bardha, i njohur për krime në Bosnjë e Kroaci. Analisti Naim Leo Beshiri thotë se sot pushteti, opozita dhe vetë studentët po garojnë se kush më shumë është mbrojtës i Serbisë, i kushtetutës dhe i integritetit kombëtar. Sipas Beshirit, nacionalizmi në Serbi prej dekadash ka funksionuar si mjet për të shmangur debatin, por problemet reale si korrupsioni, papunësia dhe shtypja e zërit kritik